Gjendja aktuale mund të themi se është e rëndë në Malishev, e menaxhueshme, është në kontroll, po megjithatë është gjendje bukur e rëndë për shkak të rreshjeve të shumta dhe daljes nga shtrati të lumit Mirusha, ku një pjesë e madhe e rrugëve kanë qenë pothuajse gjatë tërë ditës të bllokuara ose me vështirësi të kalueshme. Mirë, po momentalisht gjendja është më e qetë, po megjithatë tash në 2 orët e fundit ka filluar të ketë prapë rreshje dhe mund të rritet niveli përsëri. Gjatë ditës ka pas intervenime në disa raste ku ka depërtuar ujë në shtëpi banimi apo edhe në biznese. Kemi intervenuar në 6 raste në largimin apo evakuimin e familjeve nga shtëpitë e tyre, ndërsa nuk kemi pas ndonjë të lënduar apo ndonjë rrezik tjetër për jetën e qytetarëve. Fshatrat kryesisht janë fshatrat që shtrihen përgjatë lumit Mirusha, domethënë Bellanic, Banj, Malishev, Mirush, Ljubish, Turiak, Damanek dhe Bubel janë më shumë të rrezikuar, po edhe fshatra tjerë ku ka proska ose lugina në të cilat rrjedh ujë, sidomos kur ka rreshje, është Bubaveci ka qenë shumë problem. Ka pas probleme edhe në fshatra tjera, Dranoce, në disa vende tjera, Dragobil, mirë po kanë qenë të menaxhueshme. Realisht ngritja e nivelit të ujit në lumin Mirusha ka bërë që edhe parkingu të ketë të njëjtin problem për shkak se shkarkimi i parkingut, shkarkimi i ujit nga parkingu bëhet në lumin Mirusha. Mirë po tash me rënien e nivelit të ujit ka filluar të bjerë niveli edhe i ujit në parking dhe ka mund të themi mirë, mbi gjysmë metre ujë është shkarku. Presim që brenda 2 orëve ose 3 orëve shpresojmë të largohet i gjithë uji prej parkingut. Pjesa tjetër